Në qytetin e Librazhdit është zhvilluar për të 9 vit radhazi edicioni panajiri tradicional Festa e Mjaltit, një aktivitet që ka për qëllim promovimin e prodhimeve biovendase dhe forcimin e ekonomisë rurale në këtë zonë me potencial të madh bujqësor dhe turistik. 10 biznese nga të gjithë fshatrat e njësisë administrative të Librazhdit ekspozuan produktet e tyre në pedonalen e qytetit, duke tërhequr vëmendjen e qytetarëve, turistëve dhe institucioneve qendrore dhe vendore. Bashkia Librazhd është angazhuar të mbështesë me politika të qarta zhvillimin në çdo iniciative të fermerëve dhe prodhuesve vendor. Sipas të dhënave të fundit në territorin e Bashkisë Librazhd, operojnë rreth 200 bletëritës të regjistruar me mbi 6500 koshere, ndërsa mjalti i zonës, sidomos ai gështenjës, i pishës dhe i lule shtrydhes, mbetet një nga më të kërkuarit në tregun vendas dhe të huaj. Një nga bletëritësit pjesëmarrës që eksporton mjalt të certifikuar në tregun e huaj thekson se kjo festë është një vitrinë e arritjeve të tyre. Janë të mira, janë me cilësi. I përgëzoj Bashkinë e Librazhdit sepse ka traditën e panajirit, por çdo vit që e bën me cilësi të mirë. Dhe ne pranaj vim këtu, po këtu edhe tregtojmë, edhe piqemi me shokët me të gjithë fermerët e Librazhdit, dhe kështu që i përgëzojmë shumë për këtë panajir që bëhet këtu dhe i bëjmë thirrje pushtetit lokal, pushtetit qendror, të ndihmojë fermerët, të ndihmojë fshatin, sepse në fshat prodhohet buka, prodhohet bereqeti, prodhohet rrushi, prodhohet vera, prodhohet rakia, kur shtrohet tavolina, shtrohet me të gjitha produktet e fshatit. Pra ne fshatri është lënë harres, Kjo është sinjali i parë që ne i bëjmë një thirrje pushtetit lokal dhe pushtetit qendror. Faleminderit shumë. Faleminderit. Një fermer të grumbulluesi çaj të Malit thekson se kjo është një zonë me potencial të bimëve mjekësore. Nga Sebleva, nga Borzeshta, nga Librazhkatuni, nga Kotormani, nga Dorzi, Gzaveçi, gjithçka. Paraqesin prodhimet që janë bio të cilësore në fshatat veçanta. Por prodhimi i mjaltit pothuajse është rrinë në gjithë territorin e Librazhdit. Nga ana tjetër, Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andis Salla nënvizoi angazhimin e qeverisë për të mbështetur fermerët dhe bletëritësit në të gjithë vendin, me theks të veçantë tek investimet në pemtari, bletari dhe në zhvillimin rural të qëndrueshëm.